Iluzioni i trupit të përjetshëm. Njeriu, që në fillesat e historisë së tij, ka pasur një përplasje të thellë me idenë e kalimit të kohës. Trupi është parë si shtëpia e shpirtit, si tempulli ku jeton frymëa, por shpesh është idealizuar deri në atë pikë sa është dashur të shihet si i pavdekshëm. Këtu lind iluzioni i trupit të përjetshëm, besimi i fshehtë, shpesh i pashprehur, se rinia, bukuria dhe forca do të zgjasin gjithmonë. Ky iluzion ushqehet nga shumë drejtime. Nga kultura e jashtme, që lavdëron trupin e ri, lëkurën pa rrudha, muskujt e fortë dhe energjinë e pandalur. Reklamat, filmat, rrjetet sociale i paraqesin si norma, duke e lënë plakjen jashtë syve, sikur të ishte një dështim personal e jo një rrjedhë natyrore e jetës. Nga dëshira e brendshme, e cila nuk pranon kufizimet e kohës. Çdo njeri, në një çast ose tjetër, kapet fort pas ndjenjes se ende ka kohë, ende jam i fortë, duke i shtyrë kufit e realitetit. Nga frika ekzistenciale, që nuk pranon t'i dorëzohet zhdukjes së trupit, duke kërkuar vazhdimisht mënyra për ta bërë atë të pavdekshëm, me eliksire, me trajtime, me kirurgji, e sot madje edhe me teknologji që premton transferim të ndërgjegjes. Por e vërteta është se trupi është i përkohshëm, i ndërtuar mbi ligje biologjike të padiskutueshme. Rrudhat, dhimbjet, sëmundjet dhe dobësia janë shenja të qarta se kjo përkohshmëri nuk mund të anashkalohet. Ky është një realitet i dhimbshëm për ata që ushqehen nga iluzioni, por është një realitet çlirimtar për ata që e pranojnë. Në këtë çështje shfaqen dy rreziqe. Kur njeriu jeton i lidhur pas trupit, i friksuar nga çdo shenjë plakjeje, ai humbet mundësinë për të parë përtej tij. Përpiqet ta bëjë trupin një hyni, duke harruar shpirtin që është i pavdekshëm. Kjo e kthen jetën në një vrap të pafund pas kremrave, operacioneve, ushqimeve mrekullibërëse, ndërsa brenda mbetet bosh. Kur pranohet se trupi është i përkohshëm, lind një qartësi e re. Njeriu kupton se forca e tij e vërtet nuk qëndron te muskujt, por te drita e brendshme, jo te bukuria që shuhet, por te dashuria që mbetet, jo te rinia që tretet, por te urtësia që piqet. Shembuj iluzionesh të përditshme. Njeri beson se shëndeti i tij do të zgjasë gjithmonë dhe shpenzon vitet më të bukura në abuzime, pa menduar për pasojat. Kur vjen sëmundja, iluzioni thyet dhunshëm. Një i moshuar refuzon të pranojë moshën dhe shpenzon pasuri të tëra për të fshehur shenjat e saj. Por asnjë kirurgji nuk mund të ndalë kohën, vetëm ta maskojë për një çast. Shoqëria e sotme ofron trajtime antiplakje, mrekullit të teknologjisë, dieta të pafundme, por kur nuk arrin ta ndalë procesin e natyrës. Është sikur të përpiqesh të mbash lumin të ngrirë, ndërsa ai ecën pa u ndalur. E vërteta për te iluzionit. Kuptimi më i madh lind kur njeriu kupton se trupi është vetëm mjeti i përkohshëm i shpirtit. Ai duhet respektuar, kujdesur, mbrojtur, por jo adhuruar. Forca e tij është në shërbim të misionit shpirtëror, jo në vetvete. Pranimi i përkohshmërisë së trupit i hap rrugën njeriu të kërkojë atë që është e përjetshme brenda tij, dritën, shpirtin, lidhjen me krijuesin. Pra, iluzioni i trupit të përjetshëm është përpjekja për ta kthyer përkohshmërinë në përjetësi. Pranimi i kufive të trupit nuk është dorëzim, por një mesazh për të gjetur atë që nuk shuhet kurrë. Pyetja që duhet të bëjmë është, a jemi dhe sa jemi të gatshëm të jetojmë me humbjen e asaj që është e përkohshme?